Bismillahirrahmanirrahim, që të dorë të ndëruar këtu jemi në fshatin vetëm i Ris të Pejas, të familja Rakla, të kjo motra jonë Meliate Rakla, e cila jeton me 2 fëmijë jetima, në këtë shtëpi jeton me qira, na tash do të bisedojmë i pika shkurta për hallat dhe dekët e kësaj motrëson. Përshëndetje. Për ushqim, për veshmafja dhe për një shtëpi. Nëse kush ka dëshirë me ndihmu, faleminderit. Ju jetoni me 2 fëmijë jetima, me qira, Po, burrit ka vdek apo? po, e kanë mbyt luftë. Nga cili fshat jeni? Na jena të Pejes, A keni pront ju jekon? e kena pak. Kërkojmë një shtëpi me ma baru, kush mundet me ndihmu, faleminderit për tyne. Djali puna. Ti keni djalë dhe një vajzë, a vazhdojmë i marim i pak të dëshimore. Allahu e bekov diasporën, Allahu i nderov bamirësit, di në vllaznit të nderuar, diaspora ka zemër të madhe, se 8 vite jemi duke i dalë në ndihmë këtij popullit, për çdo ditë asnjëherë do të dalemi çdo herë në ndihmën e bamirësve. Hajde, bismillah.